Edhe ti në qofë se pretendon që ke një grup votës, do i marrë në Tiranë dhe do hyrë kryetari. Ndërsa këtu kur kam hyrë unë të shi. Këtu është listë e hapër, mund në kaloj dikush më që se ka të gjuhë njërim politik, por... Zoti Shehi, mos kishte një lloj xhelozie ndaj jush, jeni politikani vjetër, keni njohje, Tiranë si vjetër, dhe kjo edhe i ka trembur dhe kanë thënë që shiko, po të hymë me Shehin edhe në marshim mirë. Po hiqe hapur ish. E hapur ishe. Në qofë se dikush për i këtyre do më kalon dhe mu, do bëshin 2, do bëshin 3, unë ku të gjeje këtë punë se prodhot. Ta që lista e përbashkët do kishe 2 gjërat mire. Jo vetëm eliminimin sensin praktik të këti kodi zgjedhor që është i mbrapsh, po do prodhon të një sinergji politike, pra. Do prodhon të dhe i moral të ri, i cilin po e ndajnë 2 pjesë. E para ishe që këto njerës pranoj listë hapë, dhe kjo është një moral i ri që i dalin balëzit qytetarve, dhe e dyta që kanë një dëshirë për bashkuse. Pse dhe kjo është një moral i ri, se në Shqipëri nuk është se bashkohen. E gjithë si ne një sinjal vogël e kemi dhënë. Sa do që është minimal, që jemi bashkot pak 2 parti. Si shpjegohet Basha nuk erdhi me ju dha? Po e Basha kishe këto pretendime, pra, të kësaj lloj natyre që duhet ta drejtoj unë. Ne jemi grupi më i madh, jemi më të organizuar, do marrësh vota totalisht. Absolutisht, po them dhe unë nuk është se kam qenë kundër kësaj pune, do kisha ka përdi edhe këtë për hir të një bashkimi. Po një lloj grotesku brenda qendrimit bashkë ka, pse pretendon Basha sot e kësaj dite. Po të shikoni ka bërë një parti Euro-Atlantik, e drejta e vet. Dhe ka vënë një djalë atje shumë të mirë, e drejta e vet. Po që ditën që ti ke bërë këtë punë, ti po hynë zjedhe, dhe ke akoma pretendimin bosh, absurd, se këto fillon absurdi, po, që unë jam kryetari i Partisë Demokratike dhe unë do luftoj për vullën deri në Strasburg, prandaj unë ke partia e re nuk jam unë kryetar, prandaj koalicionin do të udhëheqë ky djali që kam vënë unë. Që i mrekullueshëm është, po se jep kërkueshë, pse po s'ka një karrierë politike, një gjë, si da drejtoj? O dili për zot partisë tënde veje emrin tënd, edhe hajde ta diskutojmë ku që drejton, atje, po jo, ke vuti të shi dikë, atje, edhe do t'ja imponosh dhe nuk qëndron, kjo është për te e saj kërkesës minimale, kuptoti, jo, po pse nuk e bën t'i vetë, dhe kjo e jërë që ti bën një parti, po si ve emrin tënd, se ti e mbrapa, se ti e trashëgimtari. Po, një pronet madhe, kuptoti, ja, ke bërë një shtëpi vogël di, po nuk do t'jetë kjo imja, se unë jam trashëgimtari i ku e di unë, i top tansve, po qëndron kjo është për te një logjike normale. Tashi, ju e keni pa lista e Bashës, që thot atje, që kjo është protokolizmi, ka një emër tjetër atje në krye, ka dhe partia një emër tjetër. Oje i PD-sh, edhe lufton për PD-n që ka të pru në emrin tënd, o do bësh një gjë të re, si që bën këto, Alibeje këto, u të regun më burë këto. Ka e natë fshatë nuk në dëgjojnë, po largohemi. Do bëjmë një grup të ri politik me emër tjetër e do njësim malorën tonë. Në fakt të reguan më pjekuri politike, më thënë të drejtën me bashkimin që po të pak të moral të reguan. Do shkojmë ke PD-ja, PD-n të shimë mirë keqe ka marë Berisha dhe i takon, a i ka shumicën e votëve, a i mori vullën, dhe më thëj i takon dhe me ligjë të shi, vullën, zyrat, gjitha këto i përfajson a i të shi, qëfar do përfajsojnë të tjera? PD-n që ka të pru, PD-n që sësh më e lishme, se ligjën e ka a i me vete, vullën, kjo sigur së qëndron. Plus i ka dhe një këshu, kjo fetish ndaj partive, ndaj emra. Ore, partit qëndrojnë janë instrument për të marrë me politik. Nuk është nëna jonë partia që përbetohemi ne, se gjithë me thënë kjo punë. Gjithë botën ndryshojnë njerëzit, ndryshojnë kohë, ndryshojnë partit, emrat e partive, leadershipi. Me pak fjalë ka shumë nga këto hipotezat, pse u bë, pse s'u bë. Realiteti ky që di, unë është ky. U mundum, e si jam rritëm.
Por nuk do qajmë biqumsh në derdhur, si që thojnë anglesët. Të që do vazhdojmë rrugën, kështu si që jemi. Jeni me pikat të forta në rrethet saktuar në zonën Unë besoj që kemi ku donë, gjithë Shqipërinë. Të që ta heqim atë pretendimin absurd, ta tha që jo Kukshi, jo Gjirokastra, ku është te edhe vështirë. E vështirë dhe në Peshkupi, se 5 deputet janë. Berat është e vështirë. Atje, jo se nuk merren vota, por në të gjithë rrethet e tjera luftohet për të marrë deputet. Pse? Një listë zakonisht po marrë për shembull Elbasanin. Ka 14 vetë listë. Qofse këto prodhojnë një numër votash. Sa vota duhen? 8.000? Po, unë besoj 7.000, 8.000, 9.000, kupton, varet nga rrethanat, edhe kjo është një lloj rastësie, sepse varet nga te pricat që do ngeli nga grupet e mëdha. Ky ligj në fakt, që i ka gjithë të zezat, por ka një element pozitiv për partitë e vogla në një farë mënyrë, sepse ajo mënyra Hondi, formula e famshme, që përpjestohet i pari me numrin e për plot pjestohet, si me thënë, i dyti me 2, i treti me 4, bën që kush ka grupin më të madh në mbetjet e partive, hyn brenda edhe me një numër relativisht vogël vota. Ashtu kanë hyrë njerëz me 6.000 vota, me 7.000 vota, herën tjetër. Besoj njëre gjë do ndodhi dhe këtë rallë. I Tiranën që ka, ta thash, duke pas shumë faktorë në fush, nuk është e prica më i grupi, po mund tjetë disa grupe. Kështu që në Tiranë duhen minimalisht mbi 10%, 11.000 vota. Kështu që kjo është ligji, këto janë kushtet, ku do kemi listë mirë dhe këtu s'po gjykoj thjesht që janë burrat mirë. Se burrat mirë mund të ketë dhe e pala tjetër, por janë njerëz që kanë një lloj eksperience politike, që din të përsillen mbi hapësirën politike, mbi territorin politik, dhe në qofse se ç'na mungon neve, për shembull, quj grupet vogla alternative, ne na mungon terreni, ne jemi parti imazhi, në një farë mënyrë. Idesh, imazhi, dalë unë këtu e them sa fjalë dhe vinë. Lëvizja për partia dashët. Po pra, në një farë mënyrë një lloj klubi kultural e politik. Një brend. Po, një. Tash, atje në territor, për të marrë votat, simpati kanë shumë ato. Këto idetë e mia dhe unë ndjej këtë punë. Mirë, po për të mbledh votat atje, duhet seksion partie. Kuptoni, duhet ai që i shkon këtë dera, i thot këtë rallë do votojmë Dashin, e ka thënë mirë. Ne ka se kemi. Dhe se kemi pas në herë, sepse kjo është makineri administrative, që do pagu, që do ushqy në një farë mënyrë, kur jem pushtet, që ty të vej drejtorat e kanë bërë ministrat, e kanë bërë zëvendësministër, këtë e kanë bërë biznesmen, ky po është tifos, janë gjitha këto, dhe kur vinë zgjedhjet grumbullohen këto, me gjithë seksionin që ka të pru, kur vinë zgjedhjet zgjerohet e bët, e gjithë kjo është një makineria elektorale, atje një partie klasike, që këto të mëdhajet. Ne se kemi këtë punë. Që të thash, do shumë interesën këtë mes. Edhe shumë shpenzime. Por, duke pas të shi, në të gjithë Shqipërinë, rreth 120 deputet, po i që 120, ato që kanë një vlerë politike, këto shërben, këto janë telajo e jonë. Në një farë mënyrë. Këto do shpërndajnë mesazhin, këto do shkojnë të mbledhin votat, këto do shkojnë të ndërtojnë disa struktura, qoftë dhe minimale, qoftë dhe të përkohshme, puro elektorale, që vlenë për këtë rallë, po mund të trashëgohen dhe për rallën tjetër. E gjithë kjo bën të shi që herë tjera se kemi pas, sepse herë tjera ti duke qenë listë, ai që është atje në fund listës, sigurisht që s'ka as shpresë, as interes për të marrë me këtë punë. Zoti Shehi, është një moment ku partitë e mëdha janë të konsumuara. PD-ja është e konsumuar nga konflikti, PS-ja nga pushteti. Mendohet që është momenti më i mirë për të marrë votën. Juve shpresoni në këtë moment? Po, shpresoj. Ta thash pra ne shpresoj. Ju keni bërë dhe aventurat të tjera që keni dalë më veve, po i quaj aventurë sepse në politikën shqiptare aventurë, keni dalë grupim më veve. Ka qenë në 97 që e provoj këtë punë, diku me sukses, diku pa sukses. Në vitin 2001 kemi hyrë 6 deputet
me partinë e reformuar, me mbani mend ato atëherë me Pollën e këto. Po. Unë hyra, ato zotëri tjerë nuk hynë, që kishin një statur politike, pse u bë me listë hapur.